Në surën El-Kehf, pasi Allahu i Madhëruar na tregon për historinë e djemve të shpellës ku ishte sprova e besimit, e pason atë me një histori tjetër ku është sprova e pasurisë. Pasuria, siç ka njoftuar Allahu i Madhëruar në Kur'an, është prej gjërave me të cilat sprovohet njeriu në këtë botë. Sprovë është mungesa e saj, sprovë është sigurimi i saj, sprovë është shpenzimi i saj, sprovë gjithashtu janë edhe pasoja që ajo le pas mbledhjes së saj. Për këtë të fundit ka thënë Allahu Madhëruar në Kur'an: "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Jo, por se njeriu i kalon kufit atëherë kur ai e sheh veten se është pasuruar. Kjo histori njihet si historia e pronarit të dy kopshteve. Edhe në këtë aspekt të sprovimit të njeriut do shohim dy qëndrime, qëndrimi i besimtarit dhe qëndrimi i mushrikut. Besimtari në mirësi falenderon Allahun e Madhëruar për të dhe gjithashtu tregon për ulësi, ndërsa mushriku mohon mirësinë e Allahut dhe krenohet me veten e tij. Kjo histori është përmendur për të na treguar se kur prishet feja, prishet edhe morali njerëzor dhe shfaqet lidhja të pruar me dynjan dhe të krenuarit me të. Ajo gjithashtu na tregon edhe për rolin reformues të besimtarit, i cili pas qëndrueshmërisë e tij në sprovën e pasurisë, nuk mjaftohet vetëm me përmirësimin e vetes, por i kujton pronarit e dy kopshteve Allahun e Madhëruar dhe e këshillon atë. Pastaj historia përfundon me dënimin e mohuesit me ndjemadh, të cilit Allahu Madhëruar ja zhduk në një çast të vetëm gjithë atë me cilin ai krenohej në dynja dhe bën atë shembull për të tjerët.